Je impenjuar me fshatën? Ja. Fare? Ja. Për këtë do votosh në 11 maj? Tash vota është personale, por natyrisht do votoj vetëm për forcat e reja, me gjithë mangësitë, me gjithë dyshimet, me gjithë... Endri Shabani, Adrieti Klapa, Alin Qori, njeri nga këta do ketë votën e Sevim Arbanës. Për gjithë këto, ndoshta dhe Agron Sheja, nuk i di, do me thënë për gjithë këto të rinë. Pse? E pare punës këto dy forcat e mdhaja politike e kanë po të përdorim një shprehje, e kanë qelp, s'mund të themi se jemi në një televizor, por e kanë nxirr. Si kur ta thosha atë fjalën do ishe shumë e kanë qelp. Me plot gojën e them, të dyja palët. E djathta që s'ka qenë kur e djathtë, do me thënë bluja, dhe e majta që s'ka qenë kur e majtë, sepse fakti që ne jemi vetëm vend, po të themi, si republikë që s'kemi politika adekuate sociale për njerëzit në nevojë. Kemi një mangësi totale, kemi një polarizim të frikshëm të shoqërisë, kemi vetëm të pasur dhe të varfër, kemi një mungesë të klasës së mesme, jemi edhe unë si klasë e mesme, mund të ketë varfërit, kur nuk kam një pasuri, kam vetëm një shtëpi dhe një pension dhe një honorar që mund të marr, që jetoj mirë, nuk më bërë përshtypje, se kam kaluar gjithë fazat, edhe të varfërisë dhe të një lloj mirëqenie, kam qenë klasë e mesme gjithmonë, por sot nuk ka stres në mesme. Dhe mendoj që përtej të gjithave, edhe sikur na kishin dhënë mrekullira këto dy forca politike, mbas 35 vjetësh duhet të testosh dhe të provosh një gjë tjetër, është si puna e gjellës. S'mund të hash të njëjtën gjë. Po pikërisht, pra kjo është primitivizmi i shoqërisë. Ky është primitivizmi i shoqërisë shqiptare. Nuk e di, jo duhet ta edukojmë, nuk e ndrojmë, se është shumë popull i mirë. Bertolt Brecht, e ndrojmë, tha, kur bëri Gjermania, Gjermanët ndrojmë në një formë metaforike, por unë mendoj që populli shqiptar ka kaluar në një ekstrem tjetër. Ne s'kemi qenë kur indiferent si popull. Ne s'kemi qenë, ne merreshim me gjithë lagjen, me gjithë. Tani ka një lloj indiferentizmi shumë të dhimbshëm, e themi. Sepse të merresh me politikë, ne të gjithë merremi me politikë. Në kuptimin jo politik të ngjyrave politike, por unë kur kërkoj një jetë më të mirë, kur kërkoj një shtëpi më të mirë, kur kërkoj një mësues më të mirë, kur kërkoj një drejtor më të mirë, kur kërkoj rrugë të mira, kur kërkoj natyrën, domethënë mos më prishet, e të tjera, ushqimet e mira, kur protestojmë për ushqimet, që kemi protestuar gjithë ato herë, të gjitha këto janë politikë, quhen politikë sociale dhe drejt kësaj duhet shkoj populli dhe të mësohet me këtë. Atëherë si bëhet kjo politikë, duke ndruar edhe këto politikanët, të drejtuesi që e bën monopol. S'mund të bësh një monopol një sektor i cili është vendimtar për kualitetin. Pikërisht, pra këtu, kjo është fatkeqësia. Është fatkeqësia e madhe. Ka lënë një thënie lapidar një trajner legjendar, Ancelotti, nëse ke dëgjuar ndonjëherë, nuk e di je tifoze. Jo, s'jam fare. Edhe ka thënë, unë kam gabuar, tha, vetëm kur si opinionist, tha. Si trajner, tha, si opinionist nuk kam gabuar asnjëherë, tha. Pas si trajner, tha, kam gabuar shumë. Edhe kjo punë, ne dy këtu mund të kritikojmë dhe të akuzojmë atë politikën, por nëse ju do ishit politikë ç'do bënit? Jo, unë nuk mund të futem në politikë, kam patur në një ofertë, natyrisht nuk mund të futem sepse... Jo, nga kush na e thuaj këtë, të lutem. Jo, unë herë shumë fare kam patur, se babajin tim e kam patur zogist. Ka qenë zogist ashtu shumë i shkurtër dhe vdiq në burg politik, i matu dënua politikisht, për një javë, për një javë Pustina. Babaj tim është dënuar 54-ën dhe ka vdek në... Jo, është, 54 dhe ka vdek në 62-shin. Dhe u arrestua? Unë kam qenë 2 vjeç. Me çfarë akuzë? Armik i popullit. Çfarë kishte bërë baba juaj? Shiko, në 45-ën është bërë gjyqi i parë ke teatri kombëtar që u shëm, ke teatri. Gjyqi special. Gjyqi special për armiqtë e popullit dhe ishin disa gjeneralë, bashkëpunëtorët të pushtuesve. Babai tim në atë kohë punonte në bank, studiuar në Itali për major dhe punoi vetëm një javë në oborën e Zogut, vetëm një javë. Dhe në 39-ën ai kur filloi lufta u hodh me partizanët në luftë. Pastaj kur kapitulloi Italia fashiste, babai tim u bashkua me legalistët.
se ishte legalist faktikisht. Ndonë se shtëpia ju dojsh nga Gjermanët, ky vazhdonte me atë idenë e tij. Në dhjetor të 44-ës, kur sapo ishte martuar nëna ime dhe ishte shtatzan me motrën e madhe, babai arrestohet dhe në maj është bërë gjyqi. Unë e kam thënë 100 herë kur më shkërkuar jeta ime, është bërë gjyqi, janë dënuar me 25 vjet burg, ne jemi Pustina nga babai, mbi emrin, dhe është ngritur një general komunist, Gafur Mati, babai Xhaxhai i Ilir Matit, një gazetar. Po, e një, po tjetër Ilir. Edhe ka thënë lironi Ilmi Pustinën, sepse shtëpia tij ka qenë bazë e luftës, është djegur etj. Babai lirohet, biles paguajnë dhe rrogën 1 vjeçare të bankës me Napoleona Florina të kohë pagoheshin. Dhe kështu vazhdoi, kur kam lindur unë isha vetëm 2 vjeçe, kanë arrestuar. Po tani prapë pse? Dhe armik i popullit. Armik i popullit. U rihapën dosjet, ku e di unë, si nuk di më tepër ne. Unë vetëm mora në 91-shin, mora atë si e persekutuar dhe e zhduka pasaj se ishte një blallik që po pse zhduket ti je persekutuar? Jo, nuk e ndoqa në kuptimin e lekëve. S'ke marrë as i lek? Jo, më duk shumë të hyja asaj rrugë që s'do mbaronte. Se ti hyje ti se tani janë marrë, do të marrësh tani? Nuk i kanë marrë të gjithë. Nëse kjo është një gjë tjetër, kjo është një gjë pa vlerë fare. Po? Po, çështja është që do të ke pasur oferta që dhe pastaj mua më erdhi dhe është shumë e çuditshme dhe shumë e bukur kjo se në 95-ën për herë të parë ne hapim një qendër në Borel. Në Borel një shërbim drekor falas për fëmijë të varfër. Dhe aty unë pash mizerabilitetin e Borelit dhe gjendjen kështu dhe kur ke vendi që ne prenotuam për të ushqyer fëmijët, shoh një portret madh të mbretit Zog. Edhe u marr një letër dhe i shkruaj i nderuar lart marrëdhënie, Leka Zogët, djalit. Unë jam Filania, jam e bia e një legalisti, por nuk jam legaliste, kam mendime krejt të ndryshme për politikën e tjerë, dhe ju që pretendoni bëheni mbreti i Shqipërisë, përse nuk vini në Borel dhe ku ju e keni origjinën dhe të ndihmoni kështu, kur unë po e ndihmoj, kaq edhe u bësi gallate, çoj unë në Afrikë të Jugut me adresë me të gjitha. Nuk kalon një 2 muaj, vi në zyrën tonë një tabor me këto të pallatit, po ishte shumë qesharake. Kush nga ata? Ishin ca të moshuar, nuk i mbaj mend me emra, dhe sollën një kështu si letër dhe hapën kështu si pergament. Dhe lexuan, ne kemi, ka qenë një akt shumë i çuditshëm dhe shumë komik për ne. Dhe aty të kërkuan për të parë fiqen politik? Dhe kur në zgjedhjet e 96-ës, atëherë kur fillojnë 26 maj që fillojnë ato që mbas asaj Edi Rama u bë hero, domethënë, sepse aty vërtet demokratët e me Berishën e me zi prit flasësh për Ramën, e di unë. Jo, nuk është se kam as shumë inat, as shumë qef. Pavarësisht. Fakti që nuk e ke qef, nuk do me thënë që e ke pak inat. Në 2013 e kisha shumë qef, në kuptimin e... Absolutisht, po. Ja ta mbarojmë këtë të parë, se u kaluan. Po, dhe më vjen një ofertë, vinë në zyrë, kemi menduar nga partia e legalitetit. A legaliteti? Legalitetit. Dhe i thashëm, po, unë jam zogiste, ma as kam për qenë kur. Po kush personalisht apo fjalë për fjalë? Jo, vinja, unë nuk e di dhe si mbaj mend realisht. Jo Leka Zogu vetë kam thënë. Jo, absolutisht ishin këto. Se 96 ai s'kishardha akoma. Jo. Se erdhi ai në 92, 93. Biles më kanë kërkuar takim, pastaj më kërkuar një takim në Hotel Tirana, se atje i bënin zakonisht mbledhjet. Kjo ka qenë nga këto partitë e reja, po. Jo, Partia Socialiste ka bërë një? Jo. Partia Demokratike? Jo. Unë jam një ndër 300 firmtarët e Partisë Demokratike. 300 firmtarët? Në shtëpinë botuese kemi qenë unë, Roland Fatos Kongoli, Elsa Ballauri, Brikena Çabej. Ne ishim firmtarët nga shtëpia botuese. Pret Zoga që ishte, kuptohet, edhe ai i pari. Dhe Sali Berisha nuk naftoi asnjëherë. Pas asnjëherë. Dohet ti të ftonte? Jo, as nuk doja, as nuk
doja mohimin. Jo, atëherë s'më bëndë përshtypje, se unë s'kisha ndërmend të angazhohesha, isha realisht shumë e pavarur në atë kohë, sepse ne krijuam lidhjen demokratike të gruas shqiptare, ne quajtëm lidhja e gruas shqiptare. Dhe na bëri presion Saliu na ftonte në zyrë. Se ishte një lloj parti brenda partisë. Po, se kujtonte se ne kishim nga mungesa e dijeve tona, por ishim një gjë e dinim, nuk donim një gjë politike. Dhe ne themeluam atë, unë zgjodha zvëndës presidente dhe jam larguar në një takim kur do zgjidheshim kryetaren e Tiranës. Unë drejtoja mbledhjen, ishin shumë gra, 800 gra atje. Dhe filluara duke folë për PD-n. Dhe unë i thash, shiko, sot është PD-ja, nesër s'është, ne do jemi gjithmonë, se është një lëvizje jo politike, është e djathtë si lëvizje, po është jo politike. Mu ngritën mua ato të gjithë me libër shtëpi, duke më thënë, vjeri jot komunist, sepse vjeri tim ishte komunist, po një njeri shumë i nderuar, haruat thënë baba jot ka vdek të burg, se me këto do riun kështu edhe largohem. Aty kam pas kontaktin e parë me një organizatë zvicerane, që ishte shumë entuziaste dhe u prek shumë nga fjalët e mia, më tha, "Mu do vazhdosh?" Po, i thash unë. Ndërkohë unë kisha një punë që e dashuroja, letërsinë unë e dashuroja, isha redaktore poezisë. Do të pyes për letërsinë, po mbetemi pak te kjo fushata. Si e shikon këtë fushatë? Si ka nisur? Se zyrtarisht nesër nis, po ka ndonjë dallim kur një veçanti? Absolutisht. Fare? Absolutisht. Vetëm e shtuar një tjetër Euro-Atlantik si Luli, që është bërë më vulgar se gjithë të tjerët, edhe ai. Vulgar, po doli mirë Luli me futën politik 8 vjet, si? Unë rregull. Ma mirë, pa, e kupton sa ka humbur, si ai mund të jetë djalë burr, ko e di unë shumë i mirë, pa ai është një në fakt. Po si efektet? Unë nuk e di, mua më vjen shumë turp për disa gra atje që janë dinjitoze, se nuk po them burra se si maj mend, po një ca gra dinjitoze atje. Zonjën Pampuri për shembull? Po jo vetëm. Si mund t'i shkosh mbrapa një budallaj? Ai është budalla? Jo, realisht, se s'mund të bëj njeriu ashtu. Është fyerje për inteligjencën, për statusin që ka si intelektual, që ka punuar diku, dali atje të bëj me Ramën ato. Rama nga ana tjetër bën si ai shkreti që rinte ke rrugë Kapajës. Vimte Rama tani, se me atë ke. 2013 më pëlqente shumë. 2013-ën, realisht, Edi Rama më ka pëlqyer shumë. Që do të thotë që besoj që ishte kryetar bashkie, ha? Po, në mandatin e parë, po. Në mandatet e tjera kishim ato diferencë, do me thënë pikpyetjet tona për ndërtimet, për gjërat, kemi reaguar shumë, gjithmonë kemi reaguar, edhe kemi qenë një grupim që gjithmonë reagonim, unë, Reon Kristo, Lira Çepani, Adriatik Lapa, që në 2012-13 ishim po të njëjtë kur bëheshte për bukën e lepurit, për mjedisin, për ndërtesat, për 20%, ne ishim atje për gratë, për fëmijët e vrarë, për dhunën. Dhe ju thoni që s'ka në i... Dhe kemi qenë në një takim me Edi Ramën, naftoj në qershor të 2013-ës, 2 javë para zgjedhjeve, për politikat sociale të dhunës ndaj grave, do bëhesh strategjia kundër dhunës, dhe ai më shikon mua në salë dhe thotë se Vimar Ban ne kemi aset, duhet ta ruajmë, duhet ta mbrojmë. Sa që shumë gra kujtuan se unë po deputoja, po idhja kandidaturën për deputete. Sepse Edi Rama në opozit nuk ka qenë ky Edi Rama. Ka qenë realisht ai i vërtetë, ekstravagant, shumë antikonformist, me një public speech shumë interesant, një djalë Tirane. Por pushteti atë e transformoi. Kjo djalë Tirane është status? Jo. Absolutisht. Po them djalë Tirane në konceptin e zhvillimit, që e njeh kryeqytetin. Kur nuk je djalë Tirane, je pa zhvilluar? Jo, absolutisht. A pra se në çuditë? Jo, sepse realisht mund të tingulloj shumë këtë dhe ke shumë të drejtë. Se unë jam nga Tirana. Po e dua Tiranën më shumë se ty. Jo, shiko, absolutisht është një, ndoshta shpreh gabuar. Kur themi djalë Tirane, e kanë dëgjuar, e thoni këtë, se unë kam qenë në vitin 82 në Tiranë dhe fjalën e parë që kanë dëgjuar shumë Tiranë kanë dëgjuar. Unë nuk e them fare, sepse sot e thash, po e tërheq në kuptimin që jo, djalë që ka qenë në këtë kuptim kanë qenë avangard për shumë gjëra. Edhe gjëra që nuk pëlqejshin, që po ti shikosh sot e tregojnë që ka qenë pak gjysmë i çmendur në kuptimin e sjelljes. Po e ofendon. Sepse jo, më nuk e ofendoj fare, nuk e ofendoj. Po jo, gjysmë i çmendur do të thotë si miga mendë. Shiko, njerëzit gjysmë të çmendur janë shumë atraktiv. Shumë atraktiv. Tani po të kemi doktor këtu, nuk do të mendoj kështu ai si. Jo.
Do mendoj pse jo. Gjysmë të çmendur është gjysmë i çmendur. Të gjithë jemi të çmendur. Jo, fol për vete ti unë Po, jam edhe unë. Varet ku e çfaqje si e çfaq çmendurin.